Si e? Gjallë shlish din e shumë. A ma mirë s'ka ma. Si e? A e burri poshtë. Si duket? A valla. Vërzatin qëllë e shteti e kom pas gjithherë po. Si shte gjëma ju konë. Hajlemi. Qërë shumë më për mo qua qërë, ko kam njërin të kërëvati, kërët uja, qërë kërët uja ke veni, qërë. Po flenë që. Një dojnë e desha e me tash 4 vjetë. Me ka jeton vetëm? Me të gatë vetën. A ke pension? Atë një më kush? Pensioni, që pensionit? Ja, pensionin e hana e si që me morë bukën zetori. I 180.000 lek janë. Vazhdimisht veç me bosh, i marrë ati pe pensioni, qojte brigata e 4 që i thomë në kam poshtë. Pensionin. Këtë vend ku miliona shpenzohen për propagandë, lukse, jemi këtu me Aliun, i cili jeton në kushte ku asnjë qenie njerëzore nuk meriton t'i përjetoj. Aliu ndjet i braktisur nga institucionet e këtij vendi dhe atë pak shpresë që ai kishte që çdo ditë dhe më shumë e humbet, për sa kohë që ne kemi një kryetare bashkie e cila i kalon në arrest totale banore të Kurbinit dhe të shikosh Aliun kushtet ku ai jeton, e shikon që sot ti nuk ke një shtet që kujdeset për qytetarët e vet, por që mendon vetëm surohen akoma dhe më shumë. Historia e Aliut nuk është vetëm një histori që shfaq dhimbje, por është një histori që tregon dështimin e këtij shteti përballë qytetarëve të vet. Historia e Aliut është zëri që duhet të zgjojë ndërgjegjen e gjithë atyre që duhet mbajnë përgjegjësi për këtë gjendje ku ndodhet dhe jeton sot Aliu.